do të thotë që dhuna në familje dhe diskriminimi nuk tolerohen, justifikohen ose fshihen, por ndiqen penalisht dhe parandalohen. Do të thotë që çdo vajzë dhe grua në Kosovë ka qasje të barabartë në arsim dhe mundësi cilësore për jetë dhe karrierë. Drejtësia e barabartë do të thotë që gratë nuk janë vetëm votuese, por edhe vendimmarrës. Do të thotë përfaqësimi barabartë në politik, leadership, në institucione publike dhe pjesëmarrje kuptimplote në formësimin e së ardhmes së vendit tonë. Sepse një demokraci nuk mund të jetë e fortë nëse gjysma e popullsisë së saj është e nënpërfaqësuar. Do të thotë tolerancë zero për dhunë me bazë gjinore, jo vetëm deklarata, por urdhra mbrojtje të zbatuara, autorët e dhunës mbahen përgjegjës, të mbjetuarat mbështetura me ndihmë ligjore të qasshme dhe strehimore me mundësi ekonomike. Do të thotë ligje pune që garantojnë pagë të barabartë për punë të barabartë, kujdes shëndetësor që respekton dinjitetin e grave dhe ligji për familjen që mbron barazinë, si dhe institucione drejtësie të lira nga paragjykimi dhe nga ndikimi. Mënyra se si një vendi trajton gratë dhe vajzat e tij është pasqyra më e ndershme e lirisë së atij vendi. Historia na ka mësuar se të drejtat e grave nuk janë dhuratë, ato janë rezultati i veprimit. Kosova ka bërë përparime të rëndësishme në ndërtimin e një kuadri ligjor për barazi gjinore, por realiteti na kujton se puna nuk përfundon me miratimin e ligjeve. Shumë gra vazhdojnë të përballen me dhunë familje, me pabarazi ekonomike dhe me bariera që në çastin në vendimarrje, por po ashtu edhe në tregun e punës. Si kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës zotohem se do t'i fuqizoj mekanizmat e mbikëqyrjes parlamentare dhe do t'ua kujtoj institucioneve përkatëse përgjegjësinë që kanë në zbatimin e ligjeve. Sepse në fund të fundit, qëllimi i gjithë këtij angazhimi është që progresi për cilin flasim të bëhet i dukshëm, i prekshëm për vajzat dhe gratë e këtij vendi. Advancing women's rights, ensuring equal opportunities and protecting women from violence are not only social priorities, they are also indicators of strong democratic institutions and a functioning rule of law. Kosovo has made important progress over the years. At the same time, significant challenges remain, particularly in ensuring that all women and girls can live free from violence and discrimination. Recent judicial decisions in Kosovo have sent an important positive signals in this regard.